edhe njëherë po I përsërisim ato që I kemi thënë publikisht e që janë të ditura tashmë. Propozimin për rezolutën ne e kemi mbështetur, kemi propozuar që të dërgojmë deputetët tanë për të konsultuar edhe dhënë kontributin për këtë rezolut. Nga java e kaluar, unë kam kontaktu personalisht dhe kam kërku që të ftohen deputetët tanë, që të marrin pjesë me kontributet e tyre në rezolut. Në mbledhjet të kryesisë na u tha aty për aty me njerë që tjetë pike por rendi ditës 2 deputetët tanë, Ardian Gola edhe deputeti Adnan Rustemi kanë punuar deri mbrëm vonë, sepse kemi marrë draftin nga PDK-ja, do të thënë edhe njëherë të mërkurën. Kanë pas takime sot dhe unë besoj që janë para finalizimit gjithësisht dakordimit të përmbajtjes së rezolutës. Në këtë pikë, unë nuk isha lu që ta lëmë si pas rendit të ditës që është I propozuar tashmë, edhe sa po të kemi edhe dakordimin final e miratojmë. Pra, në këtë pikë, përveç se duhet t'i kushtohet çështjeve për cilat janë dakorduar tashmë, të mos harrojmë se po flasim për një rezolutë e cila duhet të jetë edhe do t'jetë përveç një qëndrim unik I të gjitha neve partive shqiptare këtu, është edhe një dokument I kuvendit, I cili do duhej të reflektonte një përmbajtje të saktë dhe të përgjithshme. Dhe unë mendoj që për te aspektit sa është pika e parë, apo pika e tretë, apo e 5 të rendit të ditës, është një dokument që do të mund të votohet sot nëse ka vërtet qëllim që të votohet I njëjti, dhe nëse flasim për rëndësinë, ne ishim dëshmitar këtu, po kaq të rëndësishme janë edhe të gjitha ligjet të cilat sapo nuk u miratuan për të futur në rend të ditës e për të shqyrtuar. Është pak paradoksale që të insistohet që të kemi një dokument si pike parë apo e dytë apo e tretë, e renditjes pra, ndërkohë që së paku 10 projekt ligje të rëndësishme u hodhën poshtë pa asnjë arsyetim.